komunës së Vushtres. Në këtë përmbledhje pamore të punuar nga Komuna e Vushtres, jemi munduar që para jush të prezantojmë realizimet e kryera të këtij 6 mujori. Projektet dhe realizimet e kryera do t'i prezantoj nënkryetari i komunës Dikran Toçi. Vushtria ka kohë që ka dhënë dëshmi që ka të i kaluar fazën e miturisë institucionale dhe tani ajo vazhdon që koncesiusin e qeverisë lokale ta bëj mbi qëndrimin politik në raport me interesin qytetar, duke plotësuar një standard kyç stabilitetit institucional dhe politik. Vizioni ynë është që në ecjen e pushtetit lokal të vendos veprimi racional dhe arsyeja politike si një e arritur e konsoliduar për të qenë dobia më e madhe qytetarëve të kësaj komune dhe të vetë politikës. Debatimi dhe mbështetja në realizim të projekteve kapitale të interesit qytetar bën që politika të zbres nga lartësia dhe abstraktja dhe të merret me jetën e qytetarëve në lagje, fshat e qytet, ndërsa mendimi politik të ketë kaloritin e vet për këto çështje. Vizioni ynë është ai që e bën thelbin e angazhimit në politikë, në ngritjen e vazhdueshme të mirëqenies së qytetarëve, atë ta bëj në atë mënyrë që të gjithë vlerën individuale që ka mjaft në komunë të arrijmë ta shndrojmë në vlerë politike, e cila padyshim që reflekton zhvillim, përgjegjësi dhe ndershmëri dhe e cila si e tillë më lehtë bëhet lidhëse mes kërkesave të qytetarëve dhe jetës institucionale. Vizion tjetër yni është ngritja e efikasitetit të administratës komunale. Në çdo qeveri lokale, ndikimi i burimit njerëzor është thelbësor. Mënyrat e të bërë të punëve dhe metodat që zbatohen ndikojnë shumë në efikasitetin dhe efektivitetin e organizatës. Kompetencat komunale dhe dinamika në shtimin e punëve kërkon një metodë të re menaxhimit punëmarrësve dhe të çështjeve që ndikojnë tek ata në realizimin e detyrave tyre të përditshme. Përshkrimi dhe sistematizimi i vendeve të punës do të ulë kostën e komoditetit dhe fut përgjegjshmërinë tek personeli i administratës komunale. Një qasje e tillë do të balancojë të drejtat e qytetarëve për të marrë një shërbim nga qeverisja. Qytetarë të nderuar, në këtë vit ne kemi vazhduar me realizimin e projekteve të investimeve kapitale të planifikuara e aprovuara nga Kuvendi Komunal. Projektet e tilla ndikojnë në rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve, do të ndikojnë në krijim të kushteve për zhvillim ekonomik dhe hapje të vendeve të lira të punës. Ju thras që të gjithë të kontriboni për të kryer obligimet ndaj pushtetit lokal pasi mjetet e tilla u kthehen qytetarëve, u kthehen atyre që kanë nevojë. Komuna është shtëpia e jonë e përbashkët. Çfarë është realizuar apo është në realizim në periudhën 6 mujore të vitit kalendarik? Komuna e Vushtres në periudhën 6 mujore fillimisht ka realizuar projektet e bartura me buxhet nga viti 2011 në vitin 2012, e që janë ndërtimi i urës mbi lumin Silnic, në fshatin Prellush në vlerë prej 384.279 euro. Pastaj asfaltimi i rrugës nga Magjistralja, lagja e Rashizve në drejtim të fshatit Begaj, varrezat e qytetit në vlerë prej 84.048 euro. Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatin Shtitaric në vlerë prej 69.804 euro. Ndërtimi i kullës së Azem Galicës në vlerë prej 59.515 euro dhe renovimi i shtëpisë së Mahmut Ag Gjinollit, faza e parë me vlerë për 73.746 euro. Qytetarë të nderuar, krahas projekteve të investimeve kapitale të planifikuara për realizim këtë vit kalendarik, po vazhdojnë me dinamikë të shpejtuar punimet e filluara
në vitin e kaluar në ndërtimin e fabrikës për përpunimin e ujit të peshëm. Vlera e kontratës në ndërtim të kësaj fabrike është 8.273.653 euro dhe është financuar nga Qeveria e Kosovës. Punimet do të përfundojnë në vitin e ardhshëm. Projekti që vazhdon së realizuarin këtë vit është investimi i Komisionit Evropian në ndërtim të objektit të ri të komunës, vlera e të cilit ka shumën prej 1.343.190 euro. Gjithashtu janë duke u realizuar investimet e USAID-it në hulumtimet dhe restaurim të objektit të trashëgimisë kulturore Kalas së qytetit, të filluara vitet të kaluara në vlerë prej mbi 500.000 euro. Në këtë 6 mujosh është përfunduar ndërtimi i shëtitores në brigjet e lumit Silnica, projekt ky i realizuar në bashkëfinancim me USAID-in. Rregullimi i kompleksit gjelbrues për gjatë shëtitores, si dhe hapësirës gjelbruese rreth palestrës sportive është duke vazhduar. Kostoja financiare e këtij projekti është 108.000 euro. Me 27 mars, USAID-i përkatësisht iniciativa për komuna demokratike dhe efektive në ceremoninë e shpërndarjes së shpërblimeve komunale nga fondi stimulues ka shpërblyer komunën e Vushtrisë në 2 kategori. USAID-i shpërblen komunën e Vushtrisë për qeverisje të mirë. Performanca e shërbimeve komunale dhe transparenca e kuvendit komunal janë fusha për të cilat shpërblet komuna e Vushtrisë. USAID-i përkatësisht iniciativa për komuna demokratike dhe efektive në ceremoninë e ndarjes së shpërblimeve komunale të fondit stimulues, raundi i dytë ka prezantuar shpërblimet komunale për komunat të cilat kanë demonstruar përkushtimin më të madh për qeverisje të mirë në 3 kategori: grumbullimi të hyrave vetanake, performanca e shërbimeve komunale dhe transparenca e kuvendeve komunale. Përfituese nga këto 3 fusha kanë qenë nga 5 komuna të Kosovës, në të cilat komuna e Vushtrisë është përzgjedhur si fituese e shpërblimeve në 2 kategori dhe atë të performancës së shërbimeve komunale vlera $45.000 dhe transparencës së kuvendeve komunale $25.000. Këtë vit është realizuar projekti i rregullimit të sistemit pompimit në fshatin Balinc nga hidrosistemi Iber Lepenc. Në raportin vjetor për kontratat e nënshkruara publike në drejtorinë e prokurimit për periudhën 6 mujore janë gjithsej 113 stash, në vlerë të gjithëmbashme financiare prej 5.387.125 euro. Kanë përfunduar apo janë në përfundim e sipër punimet në asfaltimin e rrugëve lokale të qytetit, rruga lidhja Lezhës, pastaj ajo nga pishina e Zarizhve gjerë tek ura e Podronçës, asfaltimi i rrugës nga ura e vjetër e Gurit gjerë tek ura e Silnicës, si dhe asaj që lidh rrugën Lumni Surdulli me rrugën Toplica. Gjatësia e këtyre rrugëve është 1.760 metra, ndërsa kostoja financiare e tyre është 132.022 euro. Në një projekt përbashkët janë asfaltuar gjithashtu rrugë lokale në fshatin Akrashtic, Logja, Roma, Beqiri, pastaj rruga në fshatin Bukosh, si dhe vazhdimi i asfaltimit të rrugës Jeton Tërstena në qytet me kosto financiare prej 127.218 euro dhe gjatësi prej 1.450 metra. Në një projekt të nderuar përbashkët janë asfaltuar apo janë duke u asfaltuar rruga në fshatin Bruznik, rruga e fshatit Novolan, e cilat çën tek shkolla e fshatit, pastaj asfaltimi i rrugës Bukosh Liçej Taraq dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Zhilivot. Në kosto financiare prej 241.399 euro dhe gjatësi prej 4.890 euro. Është realizuar apo është në realizim e sipër
projekti i asfaltimit të rrugëve lokale në qytet, rruga Haxhizeka, rruga e Krujës, rruga Zemgalica, në vlerë përbashkë financiare prej 238.550 euro dhe gjatësi prej 2.600 metra, duke përfshirë edhe rregullimin e kanalizimit fekal në rrugën Haxhizeka. Gjithashtu është në realizim e sipër asfaltimi i rrugës në fshatin Maxhunaj, te Tregur, Lagja e Zekollëve dhe asfaltimi i rrugës Karroç-Gumnisht me kostot përbashkë financiare prej 107.027 euro dhe gjatësi prej 1.490 metra. Në realizim gjithashtu është edhe projekti i përbashkët asfaltimi i rrugës në fshatin Sfaraqaq, Lagja, Gjafa, Mengjiçi, pastaj asfaltimi i rrugës në fshatin Mavreq, rrugë lokale në fshatin Stanavc, si dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Tërllaboq, që është vazhdim i projektit të vitit kaluar, me kostot përbashkët financiare prej 164.534 euro dhe gjatësi prej 3.150 metra. Duke u realizuar nga punëkryesi, është edhe asfaltimi i rrugës lokale në fshatin Dubovc dhe Beqeq në gjatësi prej 700 metra dhe kosto financiare prej 48.675 euro. Qytetarë të nderuar, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që shpejti do të fillohet me realizimin e projektit 3 vjeçar në restaurimin e segmentit parë, 2, 3 dhe 4 të rrugës kryesore të qytetit, rrugës Dëshmorët e Kombit, me kosto financiare prej afro 4 milion euro. Pastaj, asfaltimit rrugës Pasum-Rashan me gjatësi prej 2.100 metra, projekt i përbashkët i komunës Vështrës dhe Mitrovicës dhe kosto financiare prej 165.727 euro. Komuna e Vështrës vazhdon të investoj në gjelbrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve të qytetit, për të cilën aktivitet janë shpenzuar 29.973 euro. Pastaj, për pastrim dhe mirëmbajtje të varreza në drejtësim publik, janë ndarë mjete financiare për bardhje të nxënësve, të shkollave dhe janë realizuar projekte tjera në interes të qytetarëve të komunës, duke përfshirë rregullimin e oborreve të shkollave në fshatin Smrekovnic dhe Bukash. Projekt që do të kryhet në partneritet me USAID-in. Në kuadër të fondit për transfere dhe subvencione, komuna ka ndarë 109.862 euro të destinuara për shoqatën e familjeve të dëshmorëve, invalidëve, e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, për shoqatën e të burgosave politik, shoqatën e martirëve të lirisë, shoqatën handikos, mjete për botim të librave, ndihma sociale për skamnor dhe subvencion të 20 klubeve shoqatave sportive të komunës sonë. Komuna e Vështrës në këtë 6 muaj ka ndarë 27.900 euro për asistencë sociale të 113 qytetarëve të saj, duke përfshirë raste të intervenimeve për mjekim, të ndihme sociale edhe raste tjera. Qytetarë të nderuar, këto janë disa nga realizimet e kryera të investimeve brenda këtij 6 muajori, këtij viti kalendarik. Shpresojmë të kenë përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve të kësaj komune. Ju falenderoj.